Dhe më thënë ai njeri I cili ka në duart e tij gjakun e shumë mira fëmijëve apo miliona fëmijëve sot është kryetari I Bordit të Paqes. Vete ka pranuar që kërkoi falje dhe tha që unë I kërkoj falje, por ne kishim informacione të pasakta kur e sulmuam Irakun dhe doli që Iraku nuk ishte armë kimike. Na falni se vram nga 2-3 milion vjet. Okej. Edhe po vazhdojmë po vrasim. Se sot e kësaj dite Iraku është një nuk është shtet akoma, është një maskarad ku grupet të caktuara që financohen po nga të njëjtat persona. Po nga të njëjtat shërbime. Nga të njëjtat shërbime, të cilët marrin dhe shkatrojnë, e vjedhin, e masakrojnë me fjalë. Dhe Iraku sot është fatkeqësisht siç ishte Siria për 14 vjet. Nëse ka më Siri, sepse edhe në Sirin po të njëjtën gjë. I nderuar mufti, Izraeli dhe Amerika sulmojnë Iranin, duke thyer gjithë konventet ndërkombëtare, pa asnjë ligj ndërkombëtar, pa paralajmërim sulmojnë. Si e shef ti? Atëherë, fillimisht unë do të them atë opinionin tim për Iranin. Unë nuk është se gëzoj një opinion pozitiv për atë lloj sistemi që ka Irani. Për arsye sepse vetë ato të cilët erdhën pushtet në Iran në 1979, erdhën duke I bërë një krushteti për një aleati të amerikanëve që ishte Shahu. Shahu rrëzua nga pushteti në 1979 dhe I pa të bërë vetëm një faj. Pa të ndihmuar Egjiptin në luftën e 1973-shit, gjë që se pa të bërë shumë prej vendeve të tjera arabo, muslimane të tjerë më radhë. Shahu, megjithëse ishte një ateist me të gjitha parametrat, e ndihmoi dhe anijet e naftës që ishin nisur në bazë kontratave që kishte për në Europë, I ktheu në Egjipt, me fjalë, dhe I krijoi bazën, mundësinë ekonomike apo mundësinë energjetike për të fillimin e luftës së 1973-shit, ku Egjipti pastaj riktheu Sinain, fillimisht një pjesë, pastaj në bazë marrëveshjes paqes 78-s të gjithën. Dhe faji vetëm I Shahut, një aleat I amerikanëve, ishte pikërisht vetëm se kishte ndihmuar Egjiptin në luftën atë. Dhe normalisht që erdhi regjimi I mullahëve, për mua një regjim gjakatar, por dhe gjakmarrës, sepse në vërtet nuk kalon opozitar pa hiq qafe. Dhe normalisht që ai që erdhi në krye ishte ka zbritur në tokën iraniane në Teheran me avionin e shërbimit sekret francez, ndërkohë që ka ndetur në Londër në shtëpi që janë pjesë e shërbimeve sekrete po perëndimore. Gjë që e vërtetoi edhe në ajo skandali I madh I Iran Gate-it në vitin 82-83, ku zbulua që Amerika furnizonte me armë Iranin në luftën kundër Irakut nëpërmjet Izraelit. Dhe normalisht që plasi një skandal I madh që shkaktoi dhe pozitën e presidentit amerikan të kohës, me fjalë. Pra, nuk është se është diçka, po themi, është një regjim I mirë apo një regjim pozitiv apo një regjim që populli ka ato drejta. Normalisht ajo është regjim që ka 40 vjet pothuajse në pushtet. Është I konsoliduar si regjim. Dhe normalisht është një vend, ose themi një qeveri e njohur nga Kombet e Bashkuara, dhe për këtë gjë duhet respektuar. Unë madje, këtu do duket sikur unë do mbaj anën e tyre, por janë ca gjëra duan të thonë ashtu siç janë. Unë pash një deklaratë të ministrit jashtëm të Iranit, Republikës Iraniane, ku thojte që ne ishim në bisedime, pra deklaratë të cilën e ka bërë në mediat amerikane, dhe kur e pyetën ai thanë që a ishit ju dakord për uraniumin e për të tjerë më radhë, tha, ne ishim dakord me të gjitha. Që ta dorëzonim uraniumin që kishin, vetëm kushti jonë ishte të heqja e embargos. Pra, nuk kishim ndërmend të mbanim uranium, megjithëse edhe marrëveshja e Parisit më herët ka qenë që uraniumi që do pasurohej aty të shkonte në Rusi. Tha, ishim të gatshëm ta dorëzonim të gjithë uraniumin dhe na u premtua që do shkonim drejt saj, pra gjetjes së gjuhës së përbashkët, dhe ajo që tha pastaj Departamenti Amerikan I Shtetit në lidhje me mos dakordimin e Iranit nuk është e vërtetë. Pra, ato e sulmuan në momentin që
u dha Irani shenja, e uli stekën fare dhe i tha momenti që u dhan shenja për paqe, u dhan shenja për marrëveshje. Dhe kur u dhan shenja për marrëveshje, u prit dhe prandaj u zgjatën dhe bisedimet se duhet vinte se ajo është edhe një festë hebraike, se duhet që ditën e festës hebraike të goditej, sepse atë ditë u godit, me fjalë ditën e festës hebraike është në parimin e çifutëve që të përdorin pikërisht këtë lloj festash si një nocion për bërja kurban, me fjalë. Dhe normalisht atë ditë u godit pra, duke dhënë mesazhe paqe, marrëveshje etj. Më radh u godit në shtëpinë e tij, pra normalisht edhe kreu i shtetit iranian, kreu më i lartë i shtetit iranian dhe pothuajse e gjithë baza, linja e parë shtetërore, pra edhe ushtarake dhe politike në Iran u godit brenda ditës, me fjalë. Në momentin që ishin dhënë të gjithë shenjat e një marrëveshje paqe, po thash jo, kjo është një politikë që ndiqet nga fatkeqësisht që jepen shenjat e paqes dhe më pas shkatërrohesh, me fjalë. Kjo është edhe në rastin e Iranit, normalisht që nuk ka standard ndërkombëtar. Madje unë në një analizë që po shikoja ishte që me veprimin që ka bërë Izraeli dhe Irani, edhe edhe Shtetet e Bashkuara me goditin që i bën Iranit, i kanë dhënë një gur të çmuar edhe Kinës dhe Rusisë. Sepse në nocionin e forcës, pra këto rregulla që unë jam më i forti, dhe nëse unë rrezikohem, nuk pyes se kush më del përpara. Njëjtën gjë ka thënë Rusia. Mua Ukraina më ka rrezikuar dhe unë po e sulmoj, sepse pra ja kanë dhënë Ukrainën në kuptimin e luftës Ukrainës, i kanë dhënë një argument Rusisë në tabaka. Sepse nuk mund të flasin të thonë po ti sulmove edhe aq më tepër që Irani ishte aleati edhe është aleati i Rusisë, ashtu siç është edhe aleati i Kinës. Dhe prandaj dhe nuk po ndodh ajo ndërhyrja aktuale që pritej, ndërhyrja toksore, sepse normalisht që ajo është një shtet i konsoliduar, është mbi 90 milion banor, nuk është një shtet me 5 milion, me 20 milion, një shtet edhe që ka mbrapa kurrizit, jo më kot dhe nisi edhe ajo acarimi Afganistan-Pakistan, sepse shërbimet sekrete pakistaneze në përkrajën e perëndimorëve, me fjalë, e nxitën atë sepse talibanët patën thonë që ne do ta mbrojmë Iranin nga sulmet që do t'i vinë nga ana jonë, dhe në mënyrë që mos kenë kohë afganët ta mbrojnë Iranin, sido që t'i vinte, ndoshta për alternative së një sulmi toksor, atëherë ato thanë futuni ju përplasuni me njëri tjetrin sa të merremi ne në këtë pjesë. Por mendoj që vrasja e fëmijëve në shkolla e tjerë me radhë ishte, pavarësisht se Irani pastaj nga ana e tij sulmoi një pjesë e vendeve të gjirit që ishin aleatë të tij. Ato ishin vende aleate, një pjesë e mirë, kanë bërë Katari, Omani, kanë qenë Omani, madje ishte qendra e bisedimeve për paqe e gjetjes zgjidhjeve. Por normalisht që ato e justifikuan me ato që ne po sulmojmë bazat amerikane që janë në territoret e aleatëve tanë ose po themi komshive tanë. E justifikuan me këtë. Madje sot unë pash një deklaratë të tyre ku bordi prej 3 personash, sepse mbas vrasjes së Khameneit, pra liderit suprem të Iranit, aty tani pushteti është në duart të 3 personave që janë akoma, është presidenti i vendit, është kryetari i gjykatës së lartë dhe po ashtu një përfaqësues ato kanë një komisioni që zgjedh dhe që mbikëqyr veprimtarinë e liderit suprem, dhe një përfaqësues i këtij komisioni kishin marrë vendim dhe thonin që ne nuk do sulmojmë asnjë prej vendeve tanë komshi, vetëm në rastet kur nga bazat amerikane që ndodhen aty do sulmohemi ne, vetëm në atë rast. Pra e kanë parë si duket në analizë që nuk duhet bëjnë armiq më shumë dhe e kanë parë në këtë prizmë që të ndalojnë sulmet. Po dhe faktikisht shumicën e sulmeve që ato bën ishin sulme ndaj bazave amerikane në rajon. Po jo sulme ndaj aty. Dhe prandaj edhe Ministri i Jashtëm dia thonte që ne po duam t'i tregojmë gjithë botës që ne na sulmuan, nuk sulmuam ne. Në fakt është e vërtetë. Kjo është mos e vërtetë. Fakt është e vërtetë. Pavarësisht pëlqimeve tona për Iranin apo jo, ajo është. Unë thash që në fillim të bisedës, që unë nuk është se ndjej ndaj aty, se ai nuk është gjë tjetër vetëm si një regjim që i ka shërbyer këtyre lojrave, sepse dihet deklarata e ish presidentit të parshëm iranian ku thonte që po mos ishim ne, Bagdadi nuk do pushtohej. Ishim ne që e hapëm territorin për pushtimin aty në 2003, pra kur u pushtua kur amerikanët dhe koalicioni
pushtoi Irakun, por ai thonte që po mos ishim ne, pra po mos e zbulonim shpinën. Po mos ishte tradhtia jonë. Po mos ishte tradhtia jonë, ne nuk do ta bënim. Njëjtën gjë që po përpiqen tani ta bëjnë nëpërmjet pra shpinën, sepse ka një gjë, ka një lidhje fizike mes Kinës, Afganistanit dhe Iranit. Është e njëjta linjë dhe e njëjta linjë bën edhe mundësimin e furnizimit me armë nëpërmjet Iranit dhe po ashtu një ushtri e madhe siç ka Irani me sa thuhet që është diku ke 10 milion ushtar, forcat armatosura bashkë me rezervistët, duke pasur mundësinë e furnizimit nga mbrapa, të konsoliduar, do ta bënte shumë të vështirë atë sulmin toksor. Prandaj dhe kam parë disa deklarata të presidentit Trump ku kërkon të përdori përsëri fatkeqësisht kurdët mish për top, siç i përdorin në Irak, siç i përdorin në Siri, siç i përdorin në Turqi nëpërmjet bandave, sepse normalisht PKK-ja nuk është gjë tjetër se një bandë terroriste që e quajtur nga gjithë bota terroriste, por që qendrën e vet e ka pas në Gjermani gjithmonë. Pra do të thotë që shërbimet sekretet perëndimore e kanë përkrah, ndërkohë që ai ka vrarë deri në 40.000 civile dhe ushtarak në Turqi, në vendet të lartë NATO-s. Pra, fatkeqësisht kam parë ca deklarata që thuhet që kurdët duhet të përdoren, edhe kurdët që ishin në Siri, kaseti e BDY-ja që janë ato grupacionet edhe po ashtu edhe kurdët me gjitha grupacionet e tyre që janë në Irak, por kërkohet edhe një nisje ndaj ose një nxitje ndaj, po themi, një farë rezistence të kurdëve që janë në veri perëndim të Iranit, t'i fusin të gjithë për një fjalë që të përdorin këto si trupa toksore, në mënyrë që fatkeqësisht një fjalë kurdët kanë rënë në një lojë, për mua, kanë rënë pre e dëshirës për të qenë dikush dhe përdorimi që i bëhet nga gjithë në fare i tradhtuan, siç e pam në Siri, kur brenda ditës ne pam ajo që pritej që ishte rreth 30% e Sirisë ishte në dorën e kurdëve, dhe brenda më pak se 2 javësh, me fjalë, por mos harrojmë që investimet në mbrojtje që kishin bërë kurdët aty ishin me miliarda, dhe në fund fare u shkatruan mrena, sepse ne pam përfaqësuesin special të presidentit Trump, ambasadorin Barak, që shkoi i tha të rigjuni dhe ato të roqën. Nga do që ta rrotullosh, barazimi është vetëm gjak muslimane, si do që tjetë. Po kjo është fatkeqësisht shumë e madhe. Genti, ka një thënie, edhe pjesë e lojrave. ka një thënie, nëse nuk je ujk, do të hanë ujqërit.